Ju e dini se muslimanët i kanë vetëm dy festa, pra, i vjetore. Muslimanët i kanë vetëm dy festa vjetore dhe e kanë një fest javore, nëse mund ta quajmë kështu, pra, ditën e Xhumë. Ditën e Xhumë. Dhe Ibn Khuzejme, në lidhje me atë sa quhet fest dita e Xhumë apo jo, e cek një hadith. Një hadith pra ku e vërteton se lejohet që dita e Xhumës quhet fest, edhe pse nuk është transmetuar që t'ja urojmë njëri tjetrin për hajër ditën e Xhumës, mirë po mund të konsiderohet si fest, për shkak se besimtari kërkohet prej tij që të vesh tesha të reja, pastrohet dhe të shkojë të falë një namaz që është i veçantë për atë ditë, e që është namazi i Xhumës, pra. Andaj nga kjo del në përfundim se festat vjetore të muslimanëve janë dy: Fitr Bajrami, Kurban Bajrami, dhe festa javore e muslimanëve është dita e Xhumës, pra. Andaj është më e mira që një shtet që është musliman ta bëjë ditë pushimi ditën e Xhumës, do të thonë ditën kur është si festë e muslimanëve, edhe pse edhe në atë ditë lejohet që të punohet, siç e përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Xhuma, kur të kryhet namazi, shpërndajuni nëpër tokë dhe kërkojeni riskun që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala.